Të nderuar miqtërisë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mi mbrëma dhe mirë se takohemi sërish së bashku në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Assalamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se ju gjej. Atëherë, miq të dashur, linja telefonike është e hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e këtij emisioni për të bërë pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë përgjigje dhe këshilla nga hoxha e nderuar. Ne pa humbur kohë shkojmë tek pyetja e parë. Që thotë selam aleikum, për hoxhën e nderuar, dhe doja të pyesja rreth mallkimit ndaj fëmijëve që po i bëjnë shumë nana dhe shumë baballar. Sa zën nëma nanës apo babës fëmijën dhe pse duhet i mallkojnë fëmijët? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat mbi pejgamberin e bekuar, mbi shokët e tij të nderuar, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë ndjekur rrugën e atij burri të madh dhe kanë pasuar derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj mallkimi i fëmijëve, familjarëve, doja kundër tyre. E në gjuhën tonë në popull njihet nama, me i namë vlad, me i namë rob të shtëpisë, me namë pasurinë, me namë vetveten e vet. Krejt kjo është për gjunaheve të mëdha. Është rreptësisht e ndaluar. Dhe pasojat e kësaj duaje, kësaj neme, mund të jenë shumë të rënda, shumë të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar rreptësisht një veprim të tillë. Ka i bekuar mes tjera thot, la tad'u ala anfusikum. Mos u luteni kundër vetvetes tuaj. Më thafshin dorët, më thafë goja. Runa Zot, dua kundër vetvetes. Mos u lutni kundër vetvetes tuaj. Mos u lutni wala tad'u ala avladikum, mos u lutni kundër fëmijëve tuaj. Pra mos i nehni fëmijët. E nama e fëmijëve kundër fëmijëve është shumë prezente te shqiptarët, është shumë për çudi. Shumë prezente. Që të nana tona që kanë vdek, e gjyshe stërgjyshe, mendojmë, Zoti di më së miri, se vërtet kanë qenë gra shumë të mira, por shumë prej tyre kanë pas këtë behon. Sepse në përgjithësi, gratë shqiptare namin shumë. E kjo është e çuditshme. Kjo është e çuditshme. Qysh e nam njeriu me vllatë e vet. Pra pejgamberi po thot sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u ala avladikum. Dhe mos e lutni kundër fëmijëve tuaj. Wala tad'u ala amwalikum. Dhe mos e lutni kundër pasurisë suaj. Mos e lut kundër pasurisë suaj. Wala tuwafiqu sa'atan fayustajabu lakum fiha. Ka mundësi që gjatë lutjes që e bën, apo kohën kur e bën lutje, kur e bën mallkimin, e namen, e lutjen kundër vladëve tu, e ta kanë has në kohën, çastin, momentin, kur doja nuk kthehet më rapa. I pranohet. Anë pse lut për keq. E doja prindit për e vladë është e madhe. Kur lutet për mirë, edhe është shumë e rëndë,
kur lutet për keq. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith tjetër. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. 3 lutje dua të 3 vetave të pranuara të Zotit. S'ka dyshim në to. Da'watul madhlum, da'watul musafir, wa da'watul walidi li walidi. Duaja e atij që ke bërë zullum. Duaja e tina që i është bërë zullum. S'kthehet mrapa. Duaja e udhëtarit. Kur njeriu musafir udhëtar, duaja e tina pranohet. Për atë do të më shfrytëzoa rastin robi kur është udhëtar me lut Zotin. Dhe vetëm kaq, por është sunet, porosi profetike, që nëse udhëton dikush për familjes, për shokëve, për miqve, me porosit, je udhëtar, kujton ndat në lutjet tuaja. Enes ibn Maliku radiallahu anhu, shërbëtori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkoi leje pe pejgamberit, me shku në Mekë me bëqabën ziyaret, umre. Pejgamberi i dha leje. Edhe në fund të tha, mos na harron dua, ja Uneis, mos na harron dua, kujton ato. Duaja e udhëtarit. Wa da'watul walidi li walidihi, dhe duaja e prindit për evladin e vet. Duaja e prindit për evladin e vet bën çuditëra. S'ka kush që është më afër teje për të përfituar të për lutjeve të ti më shumë se sa prindi. Andaj kërkesën më të madhe që dohet mi afru evladi, fëmiju, prindit, nanës e babës, është me i thonë, mos më harron lutje. Veç. Apo mos më kërse në lutjet e tua. Këtë kërkaj nëse kam drejt me kërku diçka për teje nanë, apo për teje babë, mos më kërse në lutjet e tua. E pastaj e shef se si të përcjell bereqeti lutjeve të prindit gjatë jetës tonë. Dhe jo vetëm ty, por në pasardhësit e tu. Kja për së miri. Ama edhe për së keqi. Sepse doja e prindit për pranaj ka. Gjasat jenë shumë të mëdha më pranu, ma dje kër lutet për keq. Mund të thot një nanë se kema shumë të gratësh të nanët. Babat janë më të matën. E rrallë të babë nem. E rrallë të gru nuk nem. E rrallë të nanë nuk nem. E rrallë të babë nem. Po? Fatë këtësisht. Për ata thash nuk e kam fort qartë, është pak sa që dëqme. A mundë me thonë që përbaj me gojë, për jo dhe me zemën... Këtu deshte me dalën. Pse nanat tona kanë nem? Pse? Po edhe sëtë pse motrat tona me nem e vlatë e vetë? Pse? Mund të thot dikush për nana se ka me zemër. Hadithi është shumë i qartë. Hadithi nuk përcek me zemër e pa zemër. Por hadithi për thot se ka mundësi e ta kanë në la të vafiku min Allah sa'atën nile fiha ata'u. Ka mundësi që zatet një ta kanë një kohë kur luteni, kun te Zoti që ka të lëpshtep. Doja s'këdhet më rapa.
E pastaj bjen pishmani mas pari nana, pari bëhet ban. Andaj me leja të them, jo vetëm ti, por le të më falen edhe motrat. Të gjitha të nana, të cilat i namin e vlatë të vetë. Le të më lejojnë më thanë aty e nanat këqia, jo të mira. Kë nanat mira. Do të jemi të sinqertë. Atë nana nuk janë të mira. E vladën më senem. Për ata kur dikush më ankohet mu, e fatë këtë cishtë nanat të cilat ankohen për fëmijët e ty në së janë, sa të dush. Allah runa. E beson që e i fjallëve të para që ja them, për hirë të Allah për e zatë zotit më senem e vladë. Se që kokët të hjekti për e vladit të në me bo me nem, kur, ditën e vetaj nuk ka me pa. Mëse ne. Se bëllë ka më nëzanë edhe penem të heqë. Bëllë ka më nëzanë gjënahi ytë që atë pas ka bëj vladi, edhe heqë penem. Nga se nuk ka kush me të nem prindi për me të nëzanë belaja me të dënu i madhe zëtë. E Allah i madhruar dy lloje gjunahësh, zullumesh, pa drejtësi, i dënën këtë dynja para se me i dënu në ahiret. O a përshpejton një pjesë të dënimit në këtë dynja para se me ja shiju dënimin në ahiret. Në nëqmime mësë respekti i prindrit edhe zullumin që ja bën tjetërit. Andaj shikoje. Shikojnë praktik një njeri i cili bën zëllum prindërve, veç bën sabër këqërë që a i bën zotë atina. O ja kthejnë e vlatë të vetë, o ja që zotën do një mënyrë tjetër. Hala pa dik. Dhe shikaj i cili bën zëllum njerëzve, sa është në kalje, sa është i fort. Sa i harën që gjë nuk harën gjithë në kalje, zbret në tokë e herë, dikur. Veç shikaj që a i bën zotë herë do kur. Pse me nem nana e vladin? Jema ka dhe zemrën, po pasha në zëtë, po ta ka dhe vladin zemrën, po ti më se ne. Se fës mundesh me pa vladin tënë, ka dënohet. Nuk mundesh me pa. E sa nana ne me vladin, e harën që ka nem. Por i është shënu në qilë, ka qëllu në kohën kër pranohet doaja, dhe mas 20 viteve, 30 viteve, nana plaket, e nëzën të akserati belaja e vlatin. Rezultat pasoj e kujt, e doa së nanës. E kush e vunë mas shumë ti, nana pet e vunë. Kër ta shë djallin gjendje t'il. Andaj mëse ne me vladin edhe në sajt qëtë për shpisë. Por thë jo, birë Allahu me t'i proft. Allahu me t'i proft se ti me nuk ki. E të zotit drejt toft, se kon tokë dë zotit nuk jenë, tokë dë buks nuk jekun. Po që ishe ngrit zanin ma shumë se nana se baba më lartë. Po që ishe bërtet nana se baba. E lërë mo me qitë jashtë nanën e babën. Me kap nanën e babën e me qënë dëmë të pilegjve. E ti në shpe bën qef me grue me thmi tu atë. E shtriju gjën e gjatë në shpinë tënde, që e ke trashëguar një pjesë apo krejt për i babës. Po dhe nëse ke bo me njerës. E babën që atje erë e tërë, me njerës të huj, në vend të huj. Edhe me ndonë të se ki pun të mirë me Zotin, s'ka nevoj më të namaj. Ai nuk ka nevoj më të nam.
Allahu na përmirësoft gjendjen. Kërkesa jame është nga thellësia e zemrës, e vlad më sinamni edhe nëse ata sillen keq me neve. Sepse prap na kallë zemrën, zemrat na i kallën e vlad, na i shkrumojnë zemrat. Me i pa e vladet tonë keq. Prendjemi. Në të kondër të ndryshon, e vladet se ka gajle shumë për babë. Se? Se të ka gërum për thamë. Ka grune, dy janë, anë më këtë bëjnë e vladet të vetë e vladet, se ka fort gajlen për babë. Po baba e ka ndjenjen, dashurin, në shpirt, për e vlad, deri në agonit të vdekjes, kur ta kap sikleti, kur ta rok sikleti vetë. Po, i ka drejmë telefonatën e parë për sonte. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Por nëni me pyetjen ose pyetjet? Përshëndes hoxhën shumë. E kam një amanet që du me thonën. Ma kalon një shoqe tjetër nga që ajo s'po mundet me marrë lidhjen. Më ka thënë me pyet hoxhën kështu. Çfarë mendimi ka për njerëzit? Nuk Për po njerëzit sa dëgjojmë. është Amanet dikujt. Ja, unë e kalon e pyetje se na kuptu mirë. Si? Ose ne ka marrë vesh. Andaj ke okay. kujdes në dëgjej kuptoj mirë. Tamam. Ajo gruaja tha unë e kaluar më ka dek konati, në mërve që ka dek vllau, me shku me pa. Jo. Ja, unë e Nuk kaluar, tash se kemi Ne po dëgjuar. flasëm dhe hoxha. Kështu që po pjatër e këvërit i këti gazetarit Po, tem to. vazhdojmë më të me okay. pyetje. Po. Ju kërkoj falje veç po mund që po bona ndoshta ma ashtu. E kam një amanet që ma ka ndonë me adhan hoxhës. Nga që një shoqe jeme s'po mundet me marrë lidhjen. Edhe më ka thonë që fse e merë të lutna për cilja hoxhës qëtë problem. Është një shoqe, ajo po falet, bën namaz, lutet, bën dhikër, krejt, po nuk e di është sprovu me një person. Këto, është një person, është Kürt, tyrk se di Kürt. Është po, edhe ajo është me namaz, me namaz po, është fetar. Edhe ka ardhë për shembull, në tash kjo shoqja nuk po mundet me ja ditë komplet familjen atje. Edhe ka ardhën, i ka propozu martesë, nga që është ndome. I ka propozu martesë, ka fol me prind e kësaj, apo më kupton? I ka thonë jam në ndomë atje, e kam një djalë. Edhe tash, kur krejt çdo gjë është bo publike, tash kanë dalë probleme tjera, që do me thonë kë nuk është divorcu, do me thonë që kë akoma e ka atë gru. Tash familja ajo gruja, po e kërcënon këtë shoqen. A ky ka bo bejën Kuran, ka shkel Kuranin, ka shkel, nuk e di, ka fol me familjen e kësajna, e po thot nuk po di shka me bo. A mundet hoxha me ma dhën një përgjigje për që të njerëz që rrejnë derin që të pikë, për që të njerëz që shkatrojnë një grua derin që të pikë. Edhe po thot shumë dhikër po baj, shumë po bëj namaz. Allah, Dëgja vetëm pak, ka një pyetje hoxha. Apo? A feju, thënë se feju. Gati për feju. e kam po jam feju, po ky djali ka thënën familja ime atje prej Kurt, Ullëdëra, nuk e di ku është. Muslimane. Nuk mujnë me ardhë po familja ime këtu. A feju, me ta. O feju zyrtarisht feju, nuk po ta tregoj veç mënyrën se si jam feju. Ky djali ka fol me prind e kësajna, edhe i ka thonë po, une jam i ndam atje, do me thonë krejt gjithçka ka gëny. E ka bu për hajrë, me një fa fjole. Apo më kupton? Po ty Allah në gjennet që, po të kuptoj, po të mirë nuk pes pjegan, pa ne pështil një pytjet. Po. Unë s'po më interesan mua, ty shashku të po më interesan, kërja ka bo për hajri, momenti, qasti, mënyra, e për hajri që shka qenë, për me ditë, a o bo një qatë ta mama së bo. Tani a rren, a nuk e rren, në qështë e tjera. Po, mënyra se që shka qenë, asajna ka qenë se kë, prind të kësoj shoqës ka nërë, se nga që s'ka nevoj për viza, ka nërë këto, kë ka dalë, ka fol me familje të asajna, me të prindve, edhe i ka marrë dy shok dhe vetë këto, që i ka jashtë mërgim.
Po, se ka thënë s'po mujnë me ardh familja jeme se duhet viza. Qartë. Edhe po për hajri, dhe më thonë. Edhe obo për hajri që shto. Rregull. Po tash pe kërcnojnë këtë shoqën. Po i thënë ti e ke marrë. Pe kërcënon gruaja parë. Po, familja Tamam, komplet e tamam, grusë Faleminderit parë. për telefonat, ju përshëndesim. Burri që ka rrajt këtë qikën, dhe më thonë se ka marrë prindët e vetë, pe ka marrë dy dëshmitarë, dy shokët vetë, sepse prindët e kanë ditë që kjo është i martuar. Prindë të kujna. Prind e këtij djalit, këtij kurdit. Pra kur ka bo për hajë, se ka marrë familjen e vetë, pe ka marrë dy shokë si dëshmitarë. Dhe tash gruaja e parë për O kërcënon musliman, nuk i vyn familja e vetë djalit për hajrë. Ata mund të marrë për qefe me ndëru. Por për mërqenë kërora valide ti nuk i nevojë me marrë babën, e nanën, e migjallarët, e farefisin tanë. Ti i marrë ata për me ndëru. Do të prind të qikës, vajzës, e jo djalit. A kanë qenë prind të djalit, në falë, të qikës, vajzës, grusë, ki pas ka qenë e vejë për më duke, ti motra. Me djalla, tha është me në thmi. Jo, po këta nuk tha për të Po. për tjetër. Kjo motra, tash, që për do në marët kurtin. Ai, jo kurtin për kurdin, për dë. Kurdin, turk. Ti për ka mire këti me gjithë një tonë, është të bëllë mire ka me ka ndonë për nejse. Me shtu farën tonë. Po është dhe rejtjetina, ja. A i zëtnia, a ka kontaktu me prind të vajzës, a e kanë bo përhaj prind të vajzës, a e kanë bo në telefon, a e kanë bo prezent në mejlis, dhe a ka pas dëshmitara, nuk ka pas. Nëse baba i saj ka bo përhajrë, se miratim në vajzës, që pas ka marrë, nëse baba i vajzës ka bo përhajrë, edhe ka pas dëshmitar, dy më shumë në atë mejlis, kjo është kuror e plot, dhe kjo është gruaja e tina. Kjo është një ranë që është e rëndësishme dhe kryesorja. Pastaj, e rënë, është e sinqert, se ka bo bidhe i besojna. Dhe kërësën gruaja e para, se kërësën këtu tani sani janë të cilat mujnë me vazhdu me vite. Ajo është ndjeljen që ka me bota, sepse ky si ka duçur si marrë. Po shumë burrat rrejnë. Shumë burra e rrejnë gratë. Dhe gruaja i beson burrit tani shumë lehtë i beson. Shqeqan nëse ka pranu dhe është bën një qah, kurorë me te, kjo gruaja e tina. Kjo është gruaja e tina. Në momentin që bëhet gruaja e tij, kjo nuk ka të drejtë më dapi i tina, për faktin që ka zbulu se është i martu. Nuk ka të drejtë më ta. Ka të drejtë me i thana ati në lësham, për jo kjo më nda. Dhe ka drejtë me thana një nuk të lëshaj. Nuk dana për tej. Ranën për ranë ka gjënahaj. është në vete. Se për shkak me thonë jetoj në qytet, e kam shtëpinë 3 kat. E shka në vjen të shtëpia më të shtëpia jote atë, me pa shtëpinë tonë, dhe çka jam jashtë. Anë kur të mërë nusën, e qënë ka të ndikon male, atje një farë kasolla dikon. Rajti. Por kjo ranë nuk ndërlidhet domosdoshmërisht me vlefshmërinë e qahut. Jo. Rana s'e pesh ka në qahut. Ja nuk e prish. Rana e dëmton moralin e tina, imanin e tina. E që ai bëhet gjëna qarë. Por, kurora është në vete. Kurora është legjitime. Kjo është gruaja tina. Të kuptohemi. Atëherë pas kësaj teme nxehtë bëjmë një pauzë shkurt me marketing dhe rikthehemi në studio.
Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymë Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën tjetër të këtij emisioni dhe pa humbur kohën kadrojmë telefonatën e radhës. Selamu alaikum, përshëndetje. Aleikum salam. Po, Salam aleikum edhe për hoxhën. Allah e rujt. amin. E kam një pyetje për hoxhën. Fatkeqësisht shtash kohët e fundit shumë jam bodo për shkallë lidhe me një pyetje, e kisha pas shef shkurt qofse është e mundshme, se ndoshta nuk Po, kuptoj me thonë gjatë. Shkurt, në qofse prindit janë të rinë mbush, 55-60 vjetë. Dhe normal kanë qef edhe ata me jetu diku në ofër, po janë 3 halat të fort. Në momentin që ata kanë nevojë për fëmijët, për djalin, shembull. Edhe tash e kanë rinë mbush që nuk mujnë, vetë kanë nevojë për djalin. Po gruaja e djalit nuk dëshiron mu kujdes për prind, se nuk është amanet, çish po thojnë, nuk i lejohet, çish po thojnë shumë hoxhallar tash kohët e fundit, po djali është i vendosur një çështje. Në qoftë se gruaja nuk dëshiron t'i ketë prind e djalit në shtëpi, djali e merr gruan e dytë ose e shkruan gruan e parë se nuk jeton me ta. Se na ka mësuar pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që prind janë amanet i djalit. Kurse nëse nuk gaboj, ka hadith që nëse i lejohet dikujt na mi bë sejdë, ja kish lejuar pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gruaja mi bë burrit vet sejdë. Kështu që pyetja është shumë e thjeshtë. Në qoftë se gruaja nuk pranon me jetu me prind e djalit, a e ka halal djali me lëshuat gru, qofse s'pranon ajo me pas djali gruan e dytë? Shembull, nuk ka të bëjë me gruan e dytë, po thjesht pyetja është a lejohet me lëshuat gru që nuk pranon me jetu me prind e burrit? A është gjuna? Faleminderit për telefonatën, i përshëndesim. Selam alaikum. Allah e rujt hoxhën, ju shpërblet me xhenet inshallah. Amin. Amin, dhe gjalla. Se ko ke pak nervas. Burri në parim mund të alëshaj gruan, najti me prind, nuk najti me prind. Kërkose në ndalën. Po ashtu, burri ka të drejtë të marrë gruan e dytë, pa i të ispejtoj e parë. Sepse Zoti ja ka leju e vallahi nësë më janë ndalaj. As gruan e parë së në ndalën. Po flasë shëretikisht. S'po flasë me kanone, me traditat shqiptarëve. Kështu që burri ka ma shumë se një mundësi këtu. Apo ma shumë se një të drejtë. Ka të drejtë me marrë gruan tjetër. Dhe ndoshta zgjidhe me mirë. Ka të drejtë edhe me lëshu, sepse së në ndalën të i burrit me lëshu gruan. Por, në anën tjetër, nëse dalim të ke drejta e gruas, gruaja ka të drejtë, shariatikisht, legjiresht, me kërku banim të veçantë për të dhe për burrin e saj e fëmijën e saj. Ka të drejtë. Ka të drejtë. Andaj, nëse bëhet pyetja, a hen një gru gjëna? Nëse thot një nuse, një grua, e thot burrit saj, unë do me qenë me ty në një shtëpi vetë, dhe me fëmijën se na falë Zoti. Qitetu. Pastaj, vendi ku është shtëpia, vend banimi, shtëpia banes, e rënditi, e luksi, standarti, këtu i vendos burri vetë, sepse janë ka qikë burrit. Por thjesht një banim, vetëm ka të drejtë. Dhe këtë dresin e mahan askush.
Kështu që burri në kësa raste ka disa mundësi me marrë një banesë afër prindërve. Shtëpi banesë. Për shembull, nëse një kat burri, një kat prindërit. Një kat burri menuesi, një kat prindërit. Nëse janë në banesë, pas dy banesa afër, njërin me tjetrën. Njërin banesë janë prindërit, dhe njërin banesë është nusja me djalin. Dhe djali anet non-stop. Dhe shumë herë, kur nusja është ndane, po është afër prindërve, vjehrive, i këqyrë ma shumë, i bën ushqim, sesa kur është me ta. Që kur me ta veç brim bën. Veç brim e hallakam e shkreti djalit, tani është ai i cili e vuan psikikisht. Nga se s'bëhet rahat me grus kënaqet me te, po edhe të njëjtin kohë kur është nën të mërzitur, prap nuk mund të kënaqet. Andaj kësa rase, kur je spervu me një gru të tillë, ose je spervu me nanë, cila nuk ta dëron asnjë nuse. Tash nana është shumë e shtrejt për djalin. Dhe nuk lën shibël djalin nanë, po në vetdijen e vet djali kupton që nana vet është xahil, e ke po këta spesat e djegësin xahil? Të kallin, veç me prek edhe dora, ta një avë dhe djek dora. Po e ka që është në nanën, e ka gjeloze, e ka të shtirë, e ka principiele shumë, ka shumë të principiele është si me kanë zabet si në shtëri. Dhe asën bën qika vetë me ta, asën bën revet me, jo së është të keqe, po ka principe që është aja. Dhe kjo kupton, s'ka gru që më në bën me te. Andaj, me rribanes nga dikon, në shpi nga dikon e si në katon, dhe legrun ta në shpi me thmi, nana e baba në shpi, dhe ti e në shande e këndej. E nana e baba kuptojnë se vladi nuk bëhet në një sharahat me këtë gru, dhe shumica, absolutin, bi 97-8% të prindërve pajtojnë që djali munda me gru, me nuse, me nej dikon vetën, po mës me ndlanat nuse. Sepse e vun djali. Aq ma pak nëse ka fëmijë. Aq ma pak pranojnë me nda nuse nëse ka fëmijë. Kështu që ta pranojnë me kanë vetën, por let knaqet kë me nuse me fëmijë. Ama djalit nuk dëhet mja këthi shpinë e nanës, me shku për ditë të nanët e baba, sa bëhe akshom. Dhe prindër kuptojnë, po do të me gjithë një farloj mesatari, që shme quajt kështu, që me dhonë grus hakëm, së është e drejtë e sajna, të the emanet i ki grun para nanës. Ja, për emanet i ki grun para nanës. Që ta është dhezën mutrat. Se? Që ta është dhezën mutrat, për thëmë. Jo, për emanet i ki gruan para nanës. Nanën e ka baba emanet. E ka babën të ne, e ka gjallë burën. Nanën e ka babet emanet. Te ki grun tanë emanet. Qikën tanë e ka dhanë rrit emanet. Emanetin e parë që ki, ma 10 vetës tanë është gruja. Po. Shariato kë, dino kë. Emanetin e parë që e ke ndaj gruas. Andaj gruas të të me dhanë hakun. Por të njëjtë ku me dhanë gruas, o nuk me fete gjehnamin, mu hidhru me prind për ty. Andaj ti dhe të me lëshu pe, mënyrë që ne me bëjnë farë balansi. Me jetu bashkë, nëse është e pa mundur, se ja kjo është, ja ajo është, njana është, se me ka lëshu pe njana, bojnë, atër bile me ka nafer, me zvetë, ose fisnikin për marrë një gru tjetër. Dhe asa i thëmë fillim, nëse pajton me nejtë me përën të mi, pas marësat, s'po të qyra i ereja, e plaka, i e veja, ki fëmija, s'ki fëmija, veç, hajde. Se kam nevoj me la një gru të nana.
Po merre, që drejti jotja. Vazhdojmë tutje, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam, do është një pyetje hoxhës m'ja bë. Po, urdhnoni. Qika kur u kon e vogël në klasë 2-a, në 3-të, tash s'pe di sakt, u shku një shitore afër shkollës e ka marrë një kemik. E ka marrë borç. Edhe ka thonë t'i bie paret nesër, qika e ka marrë paret në shtëpi, me i qua si po 2-3 herë, po s'ja ka qu. Tash qika është e rritne, i ka bën 24 vjet. Edhe tash ka me të pen, po hëtë qysh muj me laune qatë borç, se ata tash ai nuk punon atë shitore, edhe familjen asaj ati shitësit, nuk e din se ku jeton. Qysh muna me shlyje që të borç. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selam. Allah e trujtë. Nëse do të më përpjek me vetë ata këshi e din diçka për ta, këshi e shitore, sa të ka pas shitore ndikush, dohet me ditë për ta. E rëndësishme është dohet më përpjek me i gjetë ata. Dhe pas dështimit, pas përpjekjes dhe dështimit, dështën së një gjenë, atëherë jep sadaka fukarave për shpirtyne qatë shumë, edhe kaqë. Jep sadaka atë shumë për shpirtyne edhe kaqë mjafton. Inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam, ju përshëndes juve dhe hoxha. Po, urdhnoni. Jam një dëgjuese dhe jam 33 vjeçare, jam e martuar, kam 3 fëmijë. Para një muaj jam mbuluar, por te familja e burrit nuk e kanë mirëpritur fare mbulesën time dhe më thonë e kemi pru arabin këto, pse veshësh kështu gjata. O me mund të kanë marrë vesh ma mirë, bëllë mirë e kanë pasha zotin. Regjia, shazani pak të lutëm se nuk jem të një mirë. Jam mbulu para një muaj, Te kuptova, tamam. edhe familja, do me thonë rrethi të familja orë të burrit nuk e kam prit mirë heq, edhe po më thojnë, po më thujnë me disa fjalë, po më thojnë se kemi pru harabin këto, se po veshësh kështu, kësi senet e nga s'ka pas kur kësi me shamia kështu në pulume, qysh punina shumë keq, nuk i di qysh me vepru. Tamam. E burri? Burri është shumë i kënaqur. O, trujt zote ty e qofë në gjenet, pa ty në tjerve, ko të thojnë për arabis, po thojnë. Ja kom pru talibancat që të ekni, pa ta talibancat që shenë ma të farë. Talibancat ja kom pru për të arabore. Nuk e di pse po kam frikë. Oj, muslimane. S'kine vi me zatë më heqë, oj, muslimane. Faleminderit shumë, Allah e trujt të dashtë. Selamu alaikum, më thënë E mirë. ta rujt atë burë. Ja Rabbi, dyvi bashkoftë në gjenet. Po alhamdulillah që e ki e burën për vete, e ki në rrugë të zotit. Po aty në tjerë ndashin mos jel mirë me ty, nera ju rritë. Mos dashin apët nera ju rritë, për ty bën koftë gajle për ta, dhe veç kesh. Edhe kur thëjmë për Arabis pobre, po për të Arabi është kani, që të Pakistan dikun, të Arabu në Afganistana, po për ati që këmë pru. Interesant, që ka dështë, që ka interesant, ve kanë dhonë pare, pobre, plët, në ka dhonë pare, që këna më shef. I këna më shef, deri sa të sheni ditë kur dalin të mërojmë në e farë vila, diçka. Po qa për lodhe që thoi njerëzit. Pastaj, kënë kuptim për gjithë shumë, kuptim më të veçantë, më të ngushtë, gjahila i motër, ignoranta. Ignoranta, naiva, të pa di shumë, që është me thonë të i bëndë njeri, të pa di shumë, komunist. I ditë komunista kanë fshi trunin. Shamia në ke po Arabin. Qa ka të bëj Shamia me Arabi? Qa ka të bëj mjekra me Arabi? Marajni tokë të bukës ko në ju njerëza. Jeni tranu krejta. A një kënë tokë të bukës ju. A e thotë mërë kush priftit, se në këni pruhe atje Arabin, apo Palestinën, apo ata ku e kanë, pe kujt i kanë borimet ata. Po ata Arabinat atje që fodë pe kujt i kanë borimet. Të Arabinat po bëjka me pas ata zëllëfte, mikrën, alamet, flake, bisteke, ata këtë po bëjka. Dhe nuk gëzën kush, sen
priftat, mjekrat që kaq. Kur njetë nuk e shkortoj mjekrën. Ndërsa, kur djemë të tonë, a hëgjëllartë atë lësha një trohë mjekër, që është sënnet i pejgamberit Muhammed, i pejgamberit Is, i pejgamberit Zakaria, Davud, Suleiman, Musa, Harun, Ibrahim, Nuh, Hud, Salih, Shuaib, Dejt, Ademi alayhi salam. Krejt pejgamberët të Zotit kanë pas mjekra. Krejt. Krejt burrat të mëdhenj bot kanë pas mjekra. Krejt pasust e feve qiellore kanë pas mjekra. Krejt kanë pas. Ta shërshën një djali ri, një mjekër, kjo bë arab, kjo bë turk, kjo bë... Qka janë këto shpifje, këto akuza, këto fjalë pa lidhje. Ose që të motra Shamin thua se popullin nuk e ka njoft Shamin kur që 3000 vite kë popull nuk din që ambolesa. E nanat tona, e gjyshet tona. Në bolesa, që ka për lidh me Arabi? Të nëse lidh me fejë, thu kjo fejë juvja, për ju shtërëngan dhe qyshnaj. Pse? Për ju kushtëzan, pse? S'pa të lenë më desh. Jo ty besë më lenë më desh që ashtu është, nuk më lenë më desh. E vërteta që feja së më lenë më desh. Po edhe për ta për i gjumë, për të shtë më falën sa beheret po, vëllah, që ashtu është. Po edhe për të lenë pa hore, pa pi, pik verës, pik ditës, një mujtë ditë të Ramazan, po ty be që ashtu është. Po edhe për të shtë me dhane pjesë pasionis njërë detyrimore, që është zeqate, po që ashtu është. Po shtë me shkun me Mekë atje me bahajën e herenjit, më përzime, Turqia, Arab, Afganistan, rëse kënë zekit miletin atje në Arafatën, po që ashtu është, që ashtu krejt. E vërtet është kjo. E tani ku është e keqja këtu? Këtë e në detyra, obligime. Po këtë e bojnë madhështore dinin. Po dini pa to, është sikur se një pëm pas një fryt. Pema është më e bukur kur ka fryte, apo kur nuk ka as fryte as gjethe. Pema është e bukur kur është e gjelbër me gjethe, edhe më e bukur kur është me fryte. E amelet tonë janë fryte, të imanit, të besimit. Shamia është fryt i imanit, mjekra është fryt i imanit, namaz është fryt i imanit, dhe kështu me radhë, po ne me këtu jetojmë dhe kënaqem. Andaj ndëruar, mos u ladh. Hiç mos u ladh. Veç kesh. E të pagun i madhi Zot. Shumë pagun i madhi Zot. Monet Zoti më mshël gojën atyne. Monet Zoti më rrumendjen atyne. Po i çon ata me të kundërshtu ty, ata që kret me isprovu, e më rëndu, e më sharru, ndërsa ti më ngritë të Zotë ati kofshin falë. Bëho, mostër, model, i mirë. Në kadrën telefonatën tjetër, selamu alejkum. Përshëndetje. Shëndetje. Desha të pyes hoxhë për luftën në Gaza, a është si shaj e Zotit? Do të thonë që do të vinë luftat e mëdha nga dal, apo si është kjo punë në Gaza? Faleminderit për telefonatën, natën e mirë. Okej, faleminderit, natën e mirë. Lufta në kanë bo marrëveshje, kështu që Po, alhamdulillah, Zoti i madh, ajo e nderuar çka është më rëndësishme, çka sjell Zotin të ardhmen nuk e di. Por ajo çka jem duke parë këto ditë, e që është gëzim i madh i krejt muslimanëve, e mëse shumë të aty në gazianëve, apo banorët të Gazas, të cilët për herë të parë që 2 vite, për 24 orë, zhurma, brima, e aviacionit, e raketave, e plumave, minahellësave, nuk është ndalur. Ata kanë harru që ka është me fjet një natë, pa ta pri gjumin armiko me
municion, aviacion, me raketat e tjerë. Të merë Zotit. Me vdek 70.000 veta për afërsisht, afër 70.000. Për 2 vite. Imagjina sa i bie mesatarja në ditje me vdek. Parasive të botës. Dhe tash krenohen se arritëm paqë dhe i harrojnë 67.000 apo më shumë të vdekur. Kush e ka dertin e tyre. Edhe 10 mira të tjerë të lënduar me lëndime të rënda. Sa fëmijët i është shkëputur në një gjymtyre të trupit. Se për të rritën e përpleq, nuk diskutohet dhe është me lehtë për ta. Çfarë faj kanë fëmijët? Nesër të rritën pa kame, pa dorë, pa sy. Çfarë faj kanë ata? Zot bën rahmet. Zot bën rahmet ta musliman. Zot merr hak në zullumçar, ja Rabbi, kush do të qofshin ata. Po. Vazhdojmë tutje me telefonatën e fundit për sonte, me që jemi ka fundi i këtij emisioni. Përshëndetje, apo selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Urdhënoni. Pyetja jame është për Kur'anin, pa kom qef me ditë pak ma gjithësisht, është pyetja për një femrave. A është gjithësysh me lexu Kur'anin me mbulesë, se për me avdes e di, qështoj po ta me ditë me mbulesë edhe pej kible, do të me lexu Kur'anin, edhe po ta qef me ditë në cilën kohë është mas miri me lexu. Pra një pyetje ke, leximi i Kur'anit me abdes apo pa abdes, nga kibla apo çysh vepron? Me mbulesë tha. Po, me mbulesë, rregull. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit, natën e mirë. Po, motra tha që për me abdes e di, që duhet me pas abdes, pa abdes nuk lexohet Kur'ani, mund të thu përmensh, për jo me lexu, me qelë musafin me lexu, pa abdes, e pastaj me shami pa shami nuk prish punë, edhe pa shami, sepse shami është obligim në namaz, e jo jashtë namazit. Kështu që ku lexojmë Kur'an se kena obligim shamin. Është e preferuar më këthi pe kibles, për jo obligative, është pe edukatës se lezimit, me qenë hullur, më këthi pe kibles. Por nëse lezën ratë, nuk ka dertë. Por nëse lezën e drejtim kundër të kibles, prap nuk ka dertë. Më rëndësi me lezu Kur'an. Në cilën kohë me lezu Kur'an është mëse miri, krejt kohët janë të mira për Kur'an. Por me preferuar me mirë është në sabah, kur të falë sabahun. Zotën në natë kohë ka kohë me shumë njeriu. Më marrë me vetë vetën e vetë, me shpirtin e vetë. E madhe Zotë. Ajo është i mirë, është i ortë. E sa mirë në ka caktuar, e ka obliguar namazën e sabahut. I shkurt për nga hapësira koha, 4 recate, 4 minuta këtë 5. Por namazë e sabahut është fillimi i ditës. E dita e gjatë, shumë gjërat presin gjatë ditës. Shumë kaderët saktimet presin gjatë ditës. Nuk e din qa gjonë, qëfar të përret e qa gjenë gjatë ditës. Filloj e ditën me madhërimin e Zotit. Jepja hakin shpirtit tanë.
jepja hakun shpirtit tënë. Merë me vetë vetën mas pari. Puno për vorën tënë, për ahiretin tënë. Falë namaz. Bënë dhikër. Lexo pak Koran. Pak, shumë, sa të kesh mundësi. Krejt kjo një herë për veti, për shpirtin tënë. Që ja dedikon Zotit tënë. Pastaj bismillah, që shtu ngrat janë njës punëve që pisë. Ose burrat janë njës punës të fushës e të tjirë. Pra mas pari, Zotit tem, ti koshin për shpirtem. E pjesë e namazit dhe pjesë e dhikrit ja bashkanësit edhe Koranin. Ditën sa angazhimet të sa, mbrëmje lodhesh. Por me gjithate, nuk prish punë edhe ditën, para dite, mas dite, para se me pjete. Kur do qoftë, me lexo Koran. Namazi ka kohë, kur është i lejuar, i preferuar, i ndaluar. Ndërsa Korani nuk ka. Koran më është me lexu 24 orë kur të dush. Pa asnjë problem. Me që kemi pak minuta, 2 në fakt në dispozicion, për inkuadrojmë telefonatën dhe një telefonat tjetër, në fakt edhe të fundit. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam ja 2 pyetje për hoxhën. Por nëni? Deshta me dvet hoxhën. Po. Se omet me rujt gjenazën natën, një. Edhe e dyta, se tash pëjbojnë pa me të vesh ditën e vorrimit edhe s'majnë ma heq. Në rregull, faleminderit, natën e mirë. Faleminderit atë josh. Nuk është met me rujt gjenazën natën. Nuk ka met. Kërko nuk shkron kjo. E shqiptarët. Shqiptarët e rujnë, po me fe nuk e me ru. Kërko nuk shkron, se dohet me rujt gjenazën natën. Jema qëfar. As njerë. Por njerëzit vetë kur që vdes i afërmi, se mërë gjumi. Ka dek baba nana, dhe ti me shku me fjetë dhe qysh, doke që e harrove me njëherë. Pja këthe shpinë. Hala pashtin dhe s'monesh. Andaj rënd që të nanat, të gjenazia, që atë dhëmë ko gjenazia. Dere sa pa. Nëse që qërën dikosh, mirë nëse jo rënd që të. Për nëse lodhe shumë, gjumi nga një nuk të pyt, atë ka vdekush, asë ka vdek, a i mërzitë nuk i e, nuk të pyt gjumi, kotë është pak që të pështetun, dhe që është praf. Por kjo nuk ka të bëj me atë se dohet me ru gjenazë, një më qëfar. E gjenazët që i lojna për murgje, këshirun në mërgë. Këshirun gjenazët në mërgë. Asë kështë nuk kërun. Pse të pa me të i bojnë me një dytë me varën? Kjo është ana Dugaxhinit. E jo kjo ana Kosovës, të këne këta nga Rash Kosovës, e ana Maravës, e Lape Drenicën, e nuk i bojnë. Ka të bëjmë me feke qështje. Kjo një ditë, që me fe në ka të caktuar, sa me prit panin. Kjo i lihet njerëzve. Nëse njerëzit mirën veshë, vetë vetio dhe mjaftojnë dhe nuk hatrohen, që ditën e varrimit, qatë dit,
varrimi të panit kryhet krejt, në rregull. Jo na për më të letu. Se se ka marrë madhe neve marrë të ti me nejt atje, ose nuk është që kim kohë te për me hup kohë dhim të ti. Por me të letu ty, na do të marrë varrim, dhe dhim edhe të nesër me në të shohë. Ose pas nesër. Për ndryshe nëse ti nuk qëtë ka rikë, respektivisht nuk qëllë të panë, neve është në letën. Jo, është në letën neve, njëra të rritë, me rëndësi më mirë kuptu. Të panit, për mendimin tim, është shumë me rëndësi. Minimumi 3 ditë. E që shumë e 3 ditë janë pak. Minimumi 3 ditë. Të panit është shumë me rëndësi. Kryesisht për familjarët e të vdekurit. Por është më rëndësi edhe për familjen e gjerë. Por është më rëndësi edhe për krejt shoqërinë e miqësinë. Sepse në qatë pone bëhet hajri madh. Po lutet për të vdekurin. Ata qindra veta që vinë, për dyko dhe mira veta, lutën për të vdekurin. Një pjesë e madhe ty në lutën me zemër. E lutja doja vllaut për vlla, dhe vllaut për motër, e motërës për motër nuk thehet mrapa. Dhe kjo nga ana psikologjike edhe ja lehtëson familjarët të vdekurit kur gjitha një lutet për te. E dyta, të pamurit, vizitat e të pamurit, apo pamja, shumë ja lehtëson mërzin familjarë. Shumë. E hekni një sasi të madhe të mërzis. E përballon ma lehtë këtë musibet. Ma lehtë e përballon. E treta, njerëzit po shihen të paune. Përpara jenë pa edhe ndarësëm, tash nuk shihen ndarësëm. Ndarësëmat X, s'ka ndarësëm të hajrit. Ka ndarësëm të këngëtarëve, të lakuritësis, e të faqev të zeza, për jo të faqev të bardha, më lidhen burrat, e gratë më lidhen veç, e burrat më lidhen not, e mohabeti, e neja, e hajgarja, e kënaqen burrat ka 2-3 ditë që kanë në për darsma në të kaluarën. 2-3 ditë. Janë kënaq burrat darsma. E për gramës lasëm. Sot ka humbaja. Këna kamet vdekja. Kështu që në vdekje po takohen njerëzit. Për ripërtrin, jaranin, miqësin, lidhen parafisnore. Po i zbusin shumë herë edhe atë ftohen që ke pas me dikend. Qoftë nga ana shoqërise, qoftë nga ana e akrabase, ftofje, kur po vjen në vdekje, e kupton që ai nuk është kput për teje, e që ftof, dhe për ripërtrin, lidhjen, miqësin, jaranin, me të serish. E po ngohen fjalë të mira aty. Për tant pana është mirë me qenë edhe hoxha në kohë gjatë, dhe me shfrytzu të panën. E me i këshillu njerëzit, e me i mësu njerëzit, me ja kujtu njerëzve se dhe ka hak, dhe se në këtë dënja njerëzit nuk kanë ardhur për të jetuar për gjithmonë, por kanë ardhur për të përgatitur, për të punuar për varrë dhe çka ka mas varri.
Dhe se kjo dynja është barazi me zerra, dhe se toka i hanë të gjithë, të pasur, të varfur, mret e shërptor, gra e burra, të golltit toka, të përbin, dhe të fut në gjirin e saj, dhe të shëndrën hi dhe plohër, e fillimisht të shqim të insekteve të krymbave tjere tjere, që këj jetë edhe onë. Kështë që hajri madhë bëhat në pane, nuk është në regull me ndërpret pamëre. Por, për përsërisë njëherën për fund, nuk kem të caktuar shariatikisht, jetë i hinë në gjëna që la 3 dit, jetë i hinë në gjëna që la 1 dit, jetë i hinë në gjëna që la 4 dit. E jo. Po. Të hoqë këto është fundi për sonte, faleminderit shumë. Të nderuar shikues të RTS, takohemi në javën tjetër dhe atëherë më mbet me programe tjera në vazhdim. Selam aleikum.